Avokati i popullit hedh akuzat të forta kundër qeverisë, i ftuar në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku. Ai nxorri konkluzione se shqiptarët nuk jetojnë më mirë se 2 vite më parë, kur e Majta mori në dorë qeverisjen e vendit duke dhënë edhe shkaqet për këtë. Dhe cilat janë raportet e qeverisë Rama me institucionin e avokatit të popullit? Përgjigjja e tij që e propozoi vetë 4 vjet më parë është befasuese. Nuk po jetojmë më mirë se 2 vite më parë. Po vuajmë nga mungesa e përgjigjeve për rekomandimet tona. Vetëm në periudhën janar, po të themi qershor, rezultati ka qenë jo i mirë. Nga 176 rekomandime të drejtuara nga avokati i popullit të institucioneve shtetërore, 59 prej tyre kanë qenë pa përgjigje. Mungesë përgjigje ka Ministria e Drejtësisë, për shembull. Ka dhe ministra të tjerë. Çfarë ministri të tjerë? Ministria e Zotit Iknuri ende s'na është përgjigjur për rekomandimin që kemi bërë për Marinzën. E njëjta gjë ka ndodhur me Ministrinë e Çështjeve Sociale. Por si komenton Totozani reformën e administratën publike, aksionin ndaj abuzuesve të energjisë elektrike, si dhe aksioni kundër informalitetit? Ka pasur rreth 4.193 na del ne për momentin njerëz të larguar nga puna. Nuk është ligjore që njerëzit të largohen nga puna pse nuk kanë paguar energjinë elektrike. Këta njerëz duhet ta paguajnë, por shteti së drejtës në kupton që çdo institucion shtetëror, edhe kur rekruton, por edhe kur largon punonjësit e tij, do duhet të zbatojë një legjislacion specifik për kafshë. Ky vend ka nevojë që ligji të triumfojë dhe njerëzit të jetojnë të qetë dhe të ndershëm me punën dhe me djersën e ballit. Dhe cilët janë abuzuesit më të mëdhenj, sipas Totozanit, janë në polici. Një element negativ që po e vëmë re këtë vit sidomos është dhuna ndaj qytetarëve. Dhe ajo çka është më negative akoma është dhuna e disa punonjësve të policisë në pozicione të larta. Gjatë kësaj periudhe kemi 7 raste